إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala, prej Tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm tek Ai mbështetemi. Vetëm prej Allahut azza wa jall mëshirues dhe falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu azza wa jall askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që lën Allahun e devijim në humbje askush nuk ka mundësi ta udhëzojë posti. Përshëndetjet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e gjykimit, si dhe lutim Allahun të jemi edhe ne prej tyre. Të nderuar xhamatli, gëzimi I besimtarit në këtë botë është një gëzim I matur. Sa I përket çështjeve të kësaj dynjaje, besimtari e din që kjo dynja është kalimtare. Cilat do qofshin ato momente të gëzimit, besimtari gëzohet me një mas, sepse e din që rrugtimi për tek Allahu azza wa jall vazhdon dhe nuk jemi të përhershëm në këtë vend. Besimtari kur e din këtë çështje dhe ka të qartë, edhe ajetin Allahut azza wa jall, ku Allahu ju ka drejtuar më të dashurit tij, pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke I thënë: "Wal akhiratu khairul laka min al ula." Ahireti, bota tjetër, është më e mirë për ty se sa kjo e para ku je këtu. Këtë ka kuptuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka sqaruar edhe besimtarëve. Të tillë ishin edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdojnë të jenë besimtarët deri në ditën e gjykimit, kështu të tillë. Të kuptojnë që kjo dynja është kalimtare. Andaj kur na godet ndonjë e mirë, për të mirave të kësaj dynjaje, besimtarin gëzohet besimtari dhe është falendërues në njëjtën kohë ndaj Allahut subhanahu wa taala, por e din që këto janë kaluese. Lumturia dhe gëzimi I vërtetë I besimtarit është e lidhur me imanin e tij, me besimin e tij, me besimin që e ka ndaj Allahut azza wa jall, dhe me besimin që e ka ndaj botës tjetër, besimin që e ka për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Këtu lidhet lumturia e vërtet e besimtarit dhe gëzimi I besimtarit. Na tregon Allahu azza wa jall me një ajet ku thot: "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur." O ju njerëz, juve ju ka ardhur prej Allahut azza wa jall mësimi dhe këshilla Allahut subhanahu wa taala, dhe po ashtu shëruesi për gjoksat e njerëzve. Ajo që na ka ardhur prej Allahut azza wa jall dihet shpallat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Kurani, libri I Allahut azza wa jall, udhëzim dhe mësime dhe këshilla për këtë botë dhe për botën e ardhshme, dhe po ashtu njëjtën kohë Kurani është shërues I zemrave, shërues I shpirtit. Dhe thot Allahu në vazhdim, thot ky është pra udhëzim për juve dhe është mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala. Zbritja e Kur'anit prej Allahut është mëshirë për besimtarët. E në vazhdim na shpjegon Allahu se me çka ne duhet të gëzohemi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu. Thuaj pra, me këtë mirësi të Allahut azza wa jall,
me këtë dhëmti të Allahut subhanahu wa taala, pra me iman dhe me udhëzimin e Allahut azza wa jall dhe me rahmetin e Allahut azza wa jall, me mëshirën e Allahut, pra me librin e Allahut, me Kur'anin e Allahut azza wa jall, me këtë gëzohuni o ju besimtar, me këtë gëzohuni, sepse lumë për juve për besimtarët të cilët e keni besuar Allahun azza wa jall dhe e keni marrë Kur'anin për udhërrëfyes dhe udhëzues i juaj për tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është më e mirë për besimtarët, khairun mimma yajma'un, sesa çka ngrumbëllojnë nga pasuria e kësaj dynjas. Pasurinë e dynjas me pas besimtari të grumbulluar para duarve të tij, gëzohet por me mas e din se një ditë ka me lënë këtë pasuri. Por, që shtam në fillim, besimtari gëzohet me udhëzimin e tij, gëzohet me besimin e tij që ka tek Allahu azza wa jall, gëzohet me librin, me praktikën, me udhëzimin e tij, sepse këtë ka me marrë me vete dhe këto shpërblime që i ka marrë duke praktikuar librin e Allahut azza wa jall, këtë ka me gjetë tek Allahu subhanahu wa taala në regjistrin e shpërblimeve para të madhit Allah. Besimtari, vëllezër të ndashur, gëzohet me sezonat e adhurimit. Vjen sezoni i Ramazanit, gëzohet besimtari, sepse po i afrohet një mundësi për të madhruar Allahun azza wa jall dhe të shpërbehet shumë fish. Besimtari gëzohet me 6 ditët që do t'i agjeroj pas muajit Ramazanit, 6 ditët e Shawalit, sepse don që ta kompletoj shpërblimin tek Allahu azza wa jall sikur ma agjeruar një vit, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besimtari gëzohet kur ta kryen urdhrën e tij, namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka drejtuar Bilalit radhiyallahu anhu duke i thënë: "O Bilal, ngritu, thirrë ikametin, që të rahatohemi me namaz, që të pushojmë me namaz." Të dashur vëllezër, ibadetet, adhurimet e Allahut azza wa jall e freskojnë shpirtin e besimtarit. Edhe nëse lodhet sikur se ta zon gjatë agjerimit, apo edhe nëse lodhet gjatë haxhit, apo ndonjë adhurimi tjetër, lodhja kalon, por mbetet shpërblimi tek Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë gëzohet besimtari. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjeruesi posedon 2 gëzime, një gëzim kur bën iftar dhe një gëzim kur do të takojë Allahun subhanahu wa taala. Gëzimi i besimtarit në iftar nuk është që ka ardhur koha për të ngrënë dhe për të pirë, por gëzimi i besimtarit në iftar është që ja ka mundsuar Allahu azza wa jall një ditë me agjeru për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe ka përfunduar me sukses këtë ditë. Ka duru ndaj epsheve të tij, ka duru ndaj hajës dhe pijes, vetëm se vetëm me kënaq të madhin Allah dhe ja ka arrit, andaj gëzohet besimtari në fund të ditës kur bën iftar. Dhe do të gëzohet, Allahu na gëzoft të gjithë ja Rabi, ditën e Kiametit, kur do të takojmë të madhin Allah dhe kur do të thotë Allahu melekëve: "Futni këta besimtar ka dera e Rayyanit në xhennet, sepse këta kanë agjeruar në dynja." Allahu na mësoft ja Rabi. Të dashur vëllezër, besimtari gëzohet edhe kur ta përfundon misionin e tij këtu në dynja, kur ta përfundon jetën e tij. Gëzohet besimtari dhe lumturohet në atë moment që vetëm ai e din se si gëzohet, por ne i besojmë ajeteve të Allahut azza wa jall, ku në atë moment vinë melekët e Allahut subhanahu wa taala që e përgëzojnë besimtarin, thënë përgëzime për ty. Përgëzime për ty se çka do të gjesh tek Allahu azza wa jall, falje dhe rahmet dhe mëshirë për Allahu subhanahu wa taala, sepse gjatë jetës ke qenë i përkushtuar ndaj librit të Allahut, i përkushtuar ndaj suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ke qenë besimtar i denj, besimtar i sinqert. Besimtari gëzohet në botën tjetër kur ta kaloj urën e siratit.
Besimtari gëzohet kur t'i jepet libri nga ana e djathtë, me plot shpërblime, sepse e ka kaluar testin në këtë dynja me sukses dhe ka fituar mëshirën dhe faljen dhe xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Besimtarët gëzohen kur të futen në xhenet, kur t'i shohin ato të mira dhe ato kënaqësi që ja ka vlerë me sakrifiku në këtë dynja. Ja ka vlerë me sakrifiku kohë dhe mund dhe pasuri dhe shpirt për hir të Allahut subhanahu wa taala, kur të futet në xhennet, çdo vështirësi në dynja që ka kaluar e haron besimtari. Atë që i kujtohen dhe më së shumti besimtari gëzohet në xhennet, pasi që Allahu azza wa jall do t'i pyet besimtarët se a jeni të kënaqur, do të thonë po, jemi të kënaqur Allah. A dëshironi edhe diçka tjetër? Po çka më shumë o Zot, gjitha të mirat i kemi, atë që na ka shkuar ndonjëherë mendja neve, atë që i ka parë syri i on këto. Thot Allahu azza wa jall, a nuk po doni ta shikoni fytyrën time? Kjo është kënaqësia më e madhe, thënë po o Zot. Me shiku fytyrën Allahut azza wa jall, që ti në dynja nuk i ke parë Allahun, por i ke besu. Ti në dynja ke boj ibadet, ti në dynja ke fal namaz, ti në dynja ke sakrifiku shumë, ke dhënë zeqat, ke dhënë sadaka, ke bërë shumë për Allahun azza wa jall, edhe me qenë se ti nuk i ke pa Allahun subhanahu wa taala, vetëm se dashuria ndaj Allahut dhe besimi ndaj Allahut subhanahu wa taala të ka bërë që ti të japësh dhe të adhurosh për Allahun subhanahu wa taala, dhe vjen dita kur Allahu azza wa jall në xhennet do ta hek perdën mes ti dhe mes njerëzve dhe mbesin besimtar në xhennet, duke shiku të mahnitur bukurinë e Allahut subhanahu wa taala, fytyrën e Allahut azza wa jall. Allahu na mësoft ya Rabbi. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jemi falendërues ndaj mirësive të Allahut subhanahu wa taala të vazhdueshme, si dhe salata dhe selamet ja dërgojmë në vazhdimsi pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur besimtar, jemi falendërues për udhëzimin që na ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Po mos kishte qenë kjo mirësi Allahut azza wa jall ndaj nesh, ne nuk kishim qenë sot të udhëzuar, as nuk kishim ditë me fal namaz, as nuk kishim ditë se çka është agjerimi. Por kjo është për shkak mundësisë që na ka mundësuar Allahu azza wa jall nga mirësia e tij ndaj neve. Për shkak rahmetit dhe mëshirës së Allahut subhanahu wa taala ndaj neve, andaj ne jemi sot besimtar dhe jemi falendërues dhe Allahu subhanahu wa taala. Dhe në vazhdimsi, e lutim Allahun subhanahu wa taala me atë lutje që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadatik, e që është prej sunetit të thuhet qoftë para selamit apo qoftë pas selamit, o Zoti im, më ndihmo që të përmendi ty dhe të falenderoj ty dhe të adhuroj në formën më të mirë. Allahu na bëf prej tyre. Ne adhurojmë Allahun vetëm se me ndihmën e tij dhe me mirësinë e tij. Allahu na uzoft në rrugën e drejtë, Allahu na i fal gabimet. Allahu na pranoft agjerimin ton, lutjet tona që i kemi bërë, namazin ton, sadakat, zakatin, e gjitha të mirat që i kemi bërë për hir të Allahut azza wa jall, Allah na i pranoft e Rabbi. E lutim Allahun të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. E lutim Allahun të ndihmoj muslimanëve në Gaza, në Palestinë dhe në çdo vend të botës. E lutim Allahun azza wa jall të largoj zullumin e zullumçarëve prej tyre. E lutim Allahun subhanahu wa taala të jep hakun zullumçarëve. E lutim Allahun azza wa jall të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë dhe të tjerët. E lutim Allahun azza wa jall të udhëzojë familjet tona, fëmijët tanë. E lutim Allahun subhanahu wa taala të shërojë të samurit tanë, të laj borxhet tona. E lutim Allahun azza wa jall
ti mëshiroj të vdekurit tanë. E lusim Allahu subhanahu wa taala, kur të ndahemi për kësaj dynjaje, të ndahemi duke qenë Allahu i kënaqur me neve. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.